opozita po e kërkon pushtetin duke bllokuar progresin. Kjo është sikur të kërkosh të bësh kapiten i anijës duke ja shpuar fundin asaj. Ata refuzuan të votojnë gjatë vitit 2025 kryetaren e parlamentit Albulena Haxhiu. Refuzuan të votojnë për Glauku Njufcën, njeriun e dytë më të votuar në historinë e Kosovës. Kuptohet për mua, refuzojnë gjithmonë, nuk duan të më shohin me sy, dalin televizionet e tyre për të thënë se si unë u dashka të eliminohem me çdo mjet. Shtrohet pyetja pse? Bindja ime e fuqishme është se qëndrimet e tyre vijnë nga frika. Frika e tyre nga fitoria jonë është më e madhe se dashuria e tyre për vendin. Më të madhe e kanë frikën e urrëtitjen ndaj nesh, sesa atë dhe dashurinë për Republikën e Kosovës.